Sepse kush mund t'ja zinte vendi Veliaj? Kush e kërkon Bashkinë e Tiranës? Belinda, pra. E di pse për çfarë nuk është se e bëra emisionin për të nxjerrë që është Belinda, por mendoj që është vetëm Belinda që kërkon Bashkinë e Tiranës. Në PS janë 4 veta që kërkojnë Bashkinë e Tiranës. Po unë them në optikën time janë 4 veta. Bashkinë e Tiranës mund ta kërkojë dhe Blendi Gonxha, Bashkinë e Tiranës. Pra kishin nxjerr lajmin, sigurisht e Blendi Gonxha. Pastaj kishin ndryshuar foton. Pastaj mundet Bashkinë e Tiranës ta kërkojë Elisa Spiropali. Pastaj mundet që Bashkinë e Tiranës ta kërkojë Belinda Balluku dhe pastaj mundet ta kërkojë edhe Edi Rama. Pra janë 4 veta. Kështu që nuk duket çudi që Edi Rama e ka. Jo, po mund ta kërkoj me një të vetën. Belinda Balluku, Blendi Gonxha, kush tjetër? Elisa Spiropali. Edhe Elisa, pa ose është tjetër. Ose Elisa pretendon. Ose nga Elbasani mund të vi dhe Masniku. Elisa më e shoh që Edi Rama nëse s'do ta djegi, pra që t'i lërë një vit, unë e shoh si presidente, nuk e shoh si mund ta çoj tek pra të bëj një për herë të parë si i pëlqen Rama. Shkoçam të lutem. Patjetër. Më shkruan Filoreta Kerthi. Po s'ka nevojë emra. Jo, po s'ka rëndësi, shkruan në YouTube, është live, nuk është. Okej, mirë, më fal. A nuk e mbylli Rama TikTok-un, thotë se mire ka Rama e mbylli TikTok-un, Veliaj poston TikTok. Dhe si shkruan Veliaj, thotë, apo për bosat e politikës nuk është ndaluar përdorimi në TikTok. Akuz e re për Veliajin, që Veliaj është përdorues si TikTok-ut, po në fakt nuk është, unë besoj se tani që ai e ka plotësuar me VPN. Jo, nuk e poston nga burgu Erioni mu burgu. E kuptoj që nuk e poston. Që t'ja sarem dhe Filoreta nëse mos gaboj emrin, t'ja sarem nuk poston nga burgu. Pra, ai çfarë ka bërë? Ka dhënë statuset me sa diun me aq informacione se kam unë, i ka me direktive, është janë pjesa e atyre që menaxhojnë si thuaç profilet e tij, i çon një reagim dhe po tani ç'am bën për shtypje mu? Se hapet loja. Redaktori ka qenë Rama. Gjon ti tani? Po gjej po dhe shkruajmë këto ne tani ti drejtoju atyre mos e kimi anit e unë ti tani. Po mirë s'mund t'i them atyre njerëzve që redaktori Erioni që përmend Erioni është Edi Rama. Po atyre drejtoj se unë po të dëgjoj, po dhe shkruaj. Po patjetër. Redaktori që i referohet Erioni është Edi Rama. Tani, për sa kohë redaktori është Rama dhe statuset postohen nga Rama. Tani se këtu mos është Rama që e bëri ban TikTok-un, pra nuk e la futja në TikTok dhe tani po Rama po shkruan TikTok me VPN? Se kjo është pikë pyetja. A kupton dhe Rama po i bie Belinda Ballukut se ka pretendime ndoshta zonja? Rama është tani e kuptova çka ka ndodhur, se tani fjellova. Veliaj është pas sekurave. Ka marrë vesh lajmin që Alex Soros është martuar. Edi Rama udhëtoi. Po, do shkoj. Jo, priti, sa e bukur ishte, ma një farkoj Edi Rama i vite turp me foto me Alex Sorosin. I hoqi fare bilesa nga profili, i mbajti. Jo, mbajti, sa te ja bëri Berisha që gjoja ky nuk ketë, por kjo ka qenë. Bukur ishte ku e kishe kap Alexi atje në rrugë. Që dilte Rama si mërzitëm, mos, sigur, se dilte në foto. Si dikur ne të 15 kaçi. Tani mu kryua komplet panorama që ka ndodhur për ta kuptuar. Po prandaj po të them. Ai ka vajtur në dasëm, ky pas sekurave. Alexi të dy këta i kishte pikë të dobët, edhe këta i kishte pikë të dobët. Po i kishte, po thashë për... Po. Kështu që në këtë premis, Erion Veliaj ka thënë, këta në burg më lanë, bashkin ma morën. Për të martuan. Për të mbrojtur s'po më mbrojnë. Ata që më mbrojtën i lanë pa deputet më nxorën në rrugë. Për të martuar më martuan. Për të martuar ky vajti vetëm ky vajta dot. Për të marrë vizitë nuk më ka ardhur njeri në burg. Kështu që tash më ka thënë nuk ngjerret asgjë tjetër vetëm të demaskoj me fakte, prova dhe çdo gjë reale se kush është njeriu që më ka futur këtu pas sekurave. Pra ai ndër të tjera beson te drejtësia. Veliaj. Po, patjetër. Se ndërsa po bën këtë luftë beson fort që ai e di që do dali triumfal një ditë, dhe thotë koha do më japi drejt, po unë këta do t'i cimentoj. Okej. Në atë se çka kam bërë dhe do t'i nxjerr cullak si në foton që ka pas Rama në atë kohë dhe ai tani mos e thuaj se na ndjekin. Jo, si në atë kohë them. Jo, si në atë kohë. Kështu që futuni njerëz në Google, si tha, futuni shihni fotot e mia. Nëse ju ka marr malli, ore. Tani, po mirë, unë besoj se me statusin e parë
Velia i referohet Belinda Ballugut për vetëm i fakt se thotë që me certifikat lindje, pra një njeri që s'ka asnjë certifikat tjetër në jetë. Certifikata tjetër në jetë si koncept është certifikatat ose arsimi, më saktë, kesh marrë arsimin e mesëm të lartë. Dhe ajo që ka qenë personi ose ministri më i anatimuar i qeverisë Rama, si pashkolluar është Belinda Ballugu, sepse edhe atë shkollimin që nxjerr në faqen mund ta shikojmë, biles, mund ta hapësh te faqja kryesore e ministrisë, të lutem, le që del foto saj përpara, është në programin ekzekutiv zhvillim ekonomik nga Harvard Kennedy School, se duken si fjalë të mëdha këto, si i dham se del foto zonjës, si dhe me titull nderi nga IATA. Kjo IATA International Air Transport Association nuk është një titull nderi që t'jep shkollimi, bën një kurs. Korrekt. Janë kurse. Ministrat nuk i shënojnë për menaxhimin e shërbimeve të lundrimit ajror. Për të qenë korrekt, ministrat nuk i shënojnë si. Jo, gjithë tjerët i kanë, absolutisht. Po kishe Po kjo nuk ishte çat shkonte më burr. Jo, mor burr ka e çat shkruaj. Po them nuk ishte çat shkonte. Burr se tani ka një karrierë të pasur. Mor zotri, PS, familja jon, PS po ka një karrierë të pasur mor burr tani. Më çmendë tani karriera. Un po them për shkollimin. PS pikal, familja jon, Belinda Ballugu. Ja ku e ke për arsimin flet. Ka lindur në Tiranë në 9 tetor 73. Ajo është nënë e 2 fëmijëve, s'po i përmend emrat. Zonja Ballugu është diplomuar në programin ekzekutiv, program, jo në fakultet. Për dëgjoma tani, lutem. Programin ekzekutiv zhvillim ekonomik nga Harvard Kennedy School. Dhe me titull nderi, me titull Harvardin e ti diskuton. Është program burr, nuk është shkollim. Po të kush të lën Harvard, më vjen keq tani. U tani bëjnë tani më gjë shohun tani janë kurse. Dhe zhvillim, çfarë thot, me titull nderi nga IATA, kjo është puna gjatë punës në aviacion, ka bërë dhe një kurs tjetër zonja, prit. Gjithashtu ka përfunduar me arritje shkëlqyer diplomën e përgjithshme të menaxhimit pranë IATA, Miami SBA, IATA. Shikoj njerëzit se më shikojnë mua, unë e di. Të kërkojnë ndjes njerëz, po me sa po shoh nga CV-ja e zonjës Ballugu, s'është hera parë që e lexojmë, ajo mban titullin juriste dhe në vitin 99 është diplomuar në Institutin Teknologjik të Athinës, në degën administrim biznesi. Zonja Ballugu ka njësor kualifikime të tjera në fushat e sigurisë ajrore, telekomunikacionit, to janë gjitha certifikata, kurse, kështu. Pra Erion Velia gabohet që s'ka certifikata. Kjo i ka, po i ka gjitha në aviacion, punën kur ka qenë drejtoresh. Çfarë qëndron tashmë çan ndodh brenda Partisë Socialiste me këtë luftë? A e dëmton kjo Partinë Socialiste se e zëm sot foli me iniciale. Po. Dhe ne amencuam. Të nesmen, kur ai të nxjerri emrin, a nisi luftë brenda Partisë Socialiste apo bëhet Erion Veliaj në thonjza një Ilir Met për të përsëritur rastin me Fatosnanon. Pra, kjo ndodh, a mundet ketë një çarje Partia Socialiste, sepse ne tani këta 200 veta që po na shikojnë live këtu në YouTube, duan të dinë këtë gjë, se ata nuk na shikojnë neve që t'ju themi një të gjëra, ata duan çfarë do të vi. Kështu që ata mund të bëjnë dhe subscribe, por dhe të dëgjojnë fakt, çfarë do të vi dhe mund ta shpërndajnë edhe në diasporë, por edhe në Shqipëri, edhe njerëzit nga diaspora mund na shkruajnë që mund të kenë edhe intervista këtu ku ata mundajnë mendimet e tyre. Çfarë do ndodh? Kështu që çfarë do ndodh tashmë? Erion Veliaj bëhet një Ilir Met, Erion Veliaj nis një luftë brenda Partisë Socialiste dhe ka generalët dhe ushtarët e tij të heshtur që do t'i aktivizoj, apo Partia Socialiste, secili të bëj çfarë do nga këta, e ka njeriu me dorë të hekurt, me trup të hekurt, që i bën zap. Unë të paktën me aq sa kam lexuar dosjen ose mënyrën se si është marrë, kam besuar se nesti kanë qenë disa. Po sikush i bëri nestat bashk për të bërë një kallëzim anonim, çfarë do lexosh në një gjë se u bëre gati. Jo, duhet ta mbarosh ti dhe pastaj ta lexojmë ne këtë që na ka hyrë në koment që na thotë këndvështrimin. Sa u bën nesti, me fjalishin disa nesta bashk që formuan një nest anonim. Sepse nuk mundesh se i bie ndoshta t'ishin disa vetë që të bënin kallëzime të ndryshme. Më kupton, pra anonimi është një nest i komplikuar që mund të jetë po brenda radhëve të partisë, siç mund të jetë zonja Ballugu, mund të jetë edhe brenda radhëve të bashkisë nga bashkëpunëtorët më të mirë të zotit Velia apo njerëzit më të afërt të zotit Velia, sepse ishin informacionet që tregonin ata njerëzit, ishin njerëzit më të ngushtë zotit Velia. Siç diskutohet apo dyshohet që informacionet
për Zotin Meta e kanë dhënë njerëzit më të ngushtë Zotit Meta, prandaj Zoti Meta s'flet me grusut. Nisë tradhtit nga brenda bëhen, Enrik. Ta arrosh historikisht nuk ka ndonë një tradhtit që kanë nga jashtë. Ilir Meta sot a fajson Monika Kryemadhin për pozitat kusht? Po. Po pse unë da? Pse unë da tani dhe nuk unë da më përpara? Po kë fajson. Po pra, po thash, ka disa nesta pra, se e ka të ndarë me paragraf. Tani shko që që në thotë, tani dua që të më përgjigjesh për... Ka hyrë një me, nuk e ka me emrin e vetë, ka hyrë me emër adrese, por thot, nuk besoj, thot Skubi e ka në YouTube emrin, nuk besoj se nesit jetë në ata të pësës të kjo e Erionit. Pra, kë nuk beson, mund t'jenë të pëdës nesi e zemë, se dhe pëdëja ka njërës që i ka pa shkollë.